Për herë të parë që nga fillimi i protestave në Los Angeles, kryetaria e bashkisë Karen Bass vendosi një shtetërrethim në qendër të qytetit nga ora 8 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit. Kryetaria e bashkisë tha se e bëri këtë me kërkesë të banorëve pasi 23 dyqane u plaçkitën dhe shumë fasada u dëmtuan nga grafitet një natë më parë. Ndërkohë, guvernatori i Teksasit njoftoi gjithashtu vendosjen e gardës kombëtare të shtetit për të ruajtur vendin. Bass, e vetëdijshme për përdorimin e imazheve nga Trump dhe mbështetësit e tij, theksoi se vetëm një sipërfaqe prej 2 kilometrash e gjysmë katror në një qytet prej 1300 kilometrash katror do të ishte e ndaluar. Në këtë zonë, sirenat e policisë dhe helikopterët jehonin gjatë gjithë natës. Shumica dërmuese e protestuesve u shpërndan një orë pas shtetërrethimit, të dekurajuar nga vendosja e madhe e forcave policore. Por grupet e vogla që mbetën në rrugë u ndoqën dhe u arrestuan. Arrestimet janë rritur ditët e fundit, 27 të premten, 40 të shtunën, 114 të dielën, 197 të hënën sipas autoriteteve. Ne kemi parë solidaritet për këto demonstrata, makina që kalojnë dhe valvitin flamuj meksikan, por kemi folur edhe me njerëz me origjinë hispanike, të cilët na kanë thënë se të fyerit dhe të hedhurit gur ndaj policisë, siç po bëjnë disa nga protestuesit, nuk është mënyra e duhur për të protestuar, por vetëm luan lojën e Trump. Kryebashkiaja Bass ka kërkuar përsëri Trump të largojë 4000 trupat e gardës kombëtare dhe 700 marincat e të jap fund bastisjeve nga ICE, Agjencia Federale për Imigracionin, që po krijon tension dhe frikë. Duke folur në një tubim midis ushtarëve në Fort Bragg, Karolinën e Veriut të martën pasdite, presidenti tha se protestat në Los Angeles ishin pjesë e një pushtimi të huaj, siç demonstrohet nga flamujt që valviteshin nga protestuesit. Guvernatori Gavin Newsom, pak para fillimit të orës policore, ju përgjigj presidentit me një fjalim shumë të ashpër televiziv, duke akuzuar atë për abuzime e pushtetin, për nxitje të situatës dhe i paralajmëroi amerikanët se demokracia është në rrezik. Dërgimi i luftëtarëve të trajnuar për luftë në rrugë është i pashembull dhe kërcënon vetë thelbin e demokracisë son. Sistemi i kontrolleve dhe balancave nuk ekziston më, tha guvernatori. Newsom nuk e mohoi se kishte edhe protestues të dhunshëm dhe i paralajmëroi ata se do të ndiqeshin penalisht, por ai tha gjithashtu se rrugët po qetësoheshin dhe se dërgimi i trupave federale nga Trump kishte për qëllim pikërisht ringjalljen e tensioneve. Guvernatori u tha njerëzve se ata nuk duhet heshtin, por të kërkohet të protestojnë në mënyrë paqësore. Newsom kishte paraqitur një mocion emergjencë në gjykatën federale disa orë më parë për të bllokuar gardën kombëtare dhe marinsat nga pjesëmarrja në bastisjet kundër imigrantëve. Padia u refuzua, por padia e tij kundër administratës do të dëgjohet të njëjtën. Ndërkohë, protestat janë përhapur në 9 qytete të tjera meksikane, duke përfshirë New Yorkun, Chicagon, Atlantën, Dallasin, Philadelphian, San Franciscon. Midis tyre ishin edhe të rinj që valvitën së bashku flamurin amerikan dhe ato të vendeve të tyre të origjinës. Komandanti i korpusit të marinës, generali Eric Smith, dëshmoi para senatit të martën se batalioni i dërguar në Los Angeles ka mbërritur, është i trajnuar për kontrollin e turmës dhe është në pritje të urdhrave, por ai e bëri të qartë se batalioni nuk ishte thirrur ende dhe në asnjë rast nuk ka autoritetin për të bërë arrestime, vetëm për të mbrojtur pronën dhe agjentët federal. Si Bass, ashtu edhe guvernatori Newsom, demokrat, këmbgulin se e vetmja mënyrë për të rivendosur qetësinë është të ndalojnë bastisjet kundër imigrantëve të paligjshëm, të tërheqin forcat federale nga qyteti. Ju nuk keni të drejta na shkaloni ligjet federale të imigracionit, thotë Ron DeSantis, guvernatori republikan i Floridës, i cili shpesh është përplasur me Newsom dhe ashtu si ai, ka aspirata presidenciale. Problemi në Kaliforni është se ata kanë qenë një shtet stre për shumë vite, shkruan Corriere della Sera. Cari i imigracionit i Trump, Tom Homan, paralajmëron se bastisjet do të vazhdojnë, por ai thotë se ato po synojnë kriminalët, jo kopshtarët dhe punëtorët e veshjeve të palikshëm, siç pretendon Newsom. Garda kombëtare dhe marinca do të qëndrojnë për të paktën 60 ditë, me një kosto prej 134 milion dollarësh, tha shefi i Pentagonit Pete Hegseth kur u pyet nga demokratët në Kongres. Shtytja për bastisje në vendet e punës është udhëhequr nga arkitekti i imigracionit i Trump, Stephen Miller, i cili tha në fund të majit se arrestimet e profilit të lartë të gangsterëve dhe kriminalëve të dhunshëm nuk ishin të mjaftueshme për të përmbushur shifrat e premtuara të deportimeve, të cilat janë ende më të ulta se ato të Biden vitin e kaluar, dhe se do të ishte e nevojshme të shkojnë në Home Depots dhe 7-Elevens, ku mblidhen ata që kërkojnë punë ditore. Ndërkohë, Trump synon të dërgojë 9.000 emigrantë në Guantanamo, raportojnë media duke cituar burimet e administratës. Deportimet motivohen nga nevoja për të liruar hapësirë në qendrat e paraburgimit në Shtetet e Bashkuara. Midis shtetasve të huaj që mund të përfundojnë në qendrën e paraburgimit në Kubë, qindra vijnë nga vende evropiane, përfshirë Italinë, Britaninë e Madhe, Francën, Gjermaninë, Irlandën, Belgjikën, Holandën, Lituaninë, Poloninë, Turqinë dhe Ukrainën.